Komentatori politik Halil Matoshi ka folur për diskutimet e fundit rreth emrave të mundshëm për postin e presidentit të Republikës së Kosovës, duke theksuar se pavarësisht përfolive për kandidatë të ndryshëm, vendimi përfundimtar do të varet nga vullneti politik i partive dhe nga balancat brenda kuvendit. Në një prononcim për emisionin Politico, Matoshi përmendi disa figura të njohura të skenës publike dhe institucionale që po përmenden si opsione potenciale për këtë post të lartë shtetëror. Sipas tij, një ndër emrat më të diskutuar është ai i Blerim Shalës, i cili konsiderohet si një figurë me përvojë politike dhe institucionale. Gjithashtu ai theksoi se edhe publicisti dhe politikani i njohur Veton Surroj përmendet si një mundësi, ndonse rruga drejt konsensusit për emra të tillë nuk është as pak e lehtë. Fatkeqësisht në Kosovë presidenti zgjidhet nga partitë politike, jo drejt për drejt nga qytetarët, dhe kjo i vë kandidatët në varësi të interesave partijake, ka deklaruar Matoshi, duke nënvizuar se procesi i përzgjedhjes shpesh ndikohet nga marrëveshjet dhe kalkulimet e mëtejshme politike. Ai shtoi se përveç figurave të njohura nga politika dhe media, në diskutime është përmendur edhe emri i Bekim Sejdiut, ish gjyqtar i gjykatës kushtetuese. Sipas Matoshit, Sejdiu përfaqëson një profil tepër institucional dhe profesional që mund të konsiderohet serioz për postin e presidentit. Ndër emrat e përfolur është edhe Bekim Sejdiu, ish gjyqtar i gjykatës kushtetuese, të cilin unë e konsideroj një opsion serioz nga aspekti profesional dhe institucional, është shprehur ai. Megjithatë, sipas analistit, përmendja e emrave nuk është e mjaftueshme nëse mungon mbështetja politike. Ai theksoi se realiteti politik në Kosovë e bën të domosdoshëm një konsensus me bazë të gjerë parlamentar për zgjedhjen e presidentit, gjë që shpeshherë është sfidë për shkak të ndasive të mëdha mes partive. Opsione ka mjaft, por pyetja kryesore është nëse ekziston vullneti politik, tha Matoshi, duke shtuar se procesi i zgjedhjes nuk lidhet vetëm me profilin e kandidatëve, por mbi të gjitha me marrëdhëniet dhe interesat politike brenda shumicës parlamentare. Në fund ai theksoi se vendimi final nuk do të varet vetëm nga emrat e përfolur, por nga qëndrimet e liderëve politik dhe balanca e forcave në kuvend. Ky vullnet në fund të fundit varet nga shefi dhe nga shumica parlamentare, përfundoi Matoshi.